Bashkimi Evropian më në fund ka nisur t'ja hiq dal nga dal masat Kosovës pas gati 2 vitesh, por me kusht që ajo t'i ul tensionet në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe. Kështu paralajmëroi në Prishtinë shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas. Derisa Kallas nuk shpjegoi se kur ka filluar heqja e masave dhe çfarë masash mund të jenë hequr deri tani, Radio Europa e Lirë mëson nga burimet e saj në Bruksel, masat që janë hequr kanë të bëjnë me marrëveshjen e stabilizim asocimit dhe kornizën e investimeve për Ballkanin Perëndimor. Sipas burimeve, tani ka filluar puna e disa nën komiteteve të marrëveshjes së stabilizim asocimit, si dhe ofrimi i ndihmës teknike në kuadër të kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Korniza investuese e Ballkanit Perëndimor është iniciativë e përbashkët e Bashkimit Evropian, institucioneve financiare dhe donatorëve që synojnë zhvillimin socioekonomik dhe të perspektivës europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova mbështetet nga ky mekanizëm që nga viti 2009 deri në vitin 2021 në Kosovë ishin mbështetur 30 projekte në vlerë prej 1.8 miliard eurosh nga ky mekanizëm. Këto masa filluan të hiqen nga shërbimi i veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe Komisioni Evropian pas diskutimeve në Këshillin e Punëve të Jashtme në prill, thon burimet. Vendimi vjen pas zhvillimit paqësor të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë në fillim të këtij viti, siç tha përfaqësuesja e lartë Kallas. Ky proces është gradual dhe i kushtëzuar me përparim të vazhdueshëm drejt shtensionimit. Baza për këtë vendim ishin konkluzionet e Këshillit të Bashkimit Evropian nga dhjetori 2024, sipas të cilave BE-ja do të ishte e gatshme të fillonte heqjen graduale të masave, paralelisht me hapat e shtensionimit të veriut të Kosovës. Kallas paralajmëroi gjatë vizitës së saj në Prishtinë se derisa ky vendim hap derën për mundësitë më të mëdha për zhvillimin e Kosovës edhe për lidhje më të ngushta me Europën, ai varet nga ulja e tensioneve në veri. BE-ja vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës në 2023 pas të rritjes së tensioneve në veri të vendit.